Hajde, shef, hajde. Hajde se mas I po ljollë shumë. Të pim ka një. Gëzuar. Gëzuar. Hajde, era nësi janë kohu. Bështu janë ku jetë në jetë. Po, ku mos mu anku? Të në ditë nuk e lajmë mu, unë dhejnë këtë orë në punë, të asë në lajmë, asë ku je, asë të ke. A jetu e pasa punën e kam? Po ti nuk jetu e pasa punën, jem të e pasune. Jo, është fillimi që jetu punu dhe jetu të ju anku për shta, a nuk e din për mund që krejt punë të firmës I kam vetë. Pa I normal që do nga se krejt punë të zyre si kry gati jona, edhe po jas dhe I vonë. Hajde gëzuar, era. Gëzuar. Masi po lodhe shumë, a të në të bine I sekretaresh, edhe të një mënë. Valla, heq kesh nuk e ki. Apo, Kisha pas po ma shumë, nështë ja dhishin po ma shpesh. Problem era me u taku dhe me pas një sekretaresh edhe me u pa ma shpesh. Nuk e di ka pe lidh. Paj, po di që kam u pas naj problem. Te ke fundit aja mundet me kry punë të zyres. A dhe me thonë kjo që po dënë mu ngrit pozita? Ndoshta. Hajde gëzuar edhe njëherë. Gëzuar. Po mdoket që ka nashka muhabeti ka gjasi shumë. Gjithmonë ka shku muhabeti ka gjasi. Alo? Ardian? Apo vjen shpe? Për sa vjen? Veç kam I kry edhe do punë, se I kam kogja shumë dhe si ti kry direkt vinë shpi. Okej, hajde se unë gatu ushqimi më të mirë për ty. Hajtë se viju në, nuk vënona shumë. Okej. Hajtë. Kush ka aja telefonata që rëndësishme, që po dufshë më shku me një herë? Nuk është në rëndësi kush ka telefonat. A jeti s'tash me mu? Ti je me mu, po. A më unë du me ditë kush po të thirë? Ti e din sa rëndësishme je për mu. Edhe gjithë ki me konë. A janë fëmija këtu? Jo. Duhet mu qu. E kam një punë pa kry. Qëta shmëron me? A bregen, që u bo? Për që të projekte që të tash në pak me vënjes shumë, edhe bëna të kesh për neve nëse nuk e fitojmë. Qysha si jem gati e që? Qësa po mundona me tonë, po ti nuk je kërkuan. Kryet gen taj projekt, mos në jep stres pa lidhje. Në kam për të mirë në kompanisë, o shef. Në për qëta po mundohë. Po për të mirë në kompani se kem kret gent. Për që ta po vim, po punojmë. Për që ta edhe era po vjen, po punoj çdo ditë këtu. Po rrejnë. Kush po rrin? Era. Përshëndetje, a jeni dot? Shëndetje. Sa bënet, a jeni dot, a keni përshua? Ti, a je lodh? Jo, që e mirë. A po vini poshtë në lokal të pina kafe? Se dëshush që të zyrë më ka bëhe. Une e kam veç një punë me kry dhe viq tash. Okej, hajde të shef. A ti gent, këshirë gjona e nga I bashkëpunëtor, se po kena shumë punë. Na kesh një mushë. Shiem.
Alla, ca bën e lësh. Qa valla, qëto në punë. Po, mirë. Sonte, po, vitet e mbanes ma vonë. Po, kemi folë shumë strane. Po më desh të dhëmë në këthirë, po... Qa? Po. Heq më sami. Ani pra, takohë masi të kry punën. Okej, preta. Hajde të më punë. Që po bëmë të kaq herët? A mu do të mbete qedo që ka qeret? Edhe po të kalëzaj. Që sa dit nuk të këmë pa, edhe jem të kry, vjen heret, ose të vonë. Jem në zonë era, është të mëllim të kryt, kështu që mos janis. Unë s'jom punë, e as di një kohës sonde. Unë po të me dit, a ka diçka qëtë. A mund është mos një anisa pet me qëto se anë e kupto, kur thot njëri jëm në zonë, merë vesh. Po ti vetëm ke premtuar Dian, kom ta bëj jetën e mirë. Unë tonë kom veç në zyre dhe unë du me dojnë më knaq. Veç më ka du me dit a ka diçka të vërtet mes nesh. Ka era, ka dhe ka pas, po... A nalësh me menu në erë që është valbonat e shpia, është djali, është që kjo zyre, jënë krejt punë që po më rrinë mu mi shpin, nuk të rrinë ty, i kom unë mi shpin tem. A, po, një me. Ti e burri martu më ti ke vendos mi bo 2 jeta. Unë nuk të kom faj për atë sen. Ti më ke dhonë mu diçka tjetër era. Ta shë po më dënë veç për para, qëka është problemi? Ti e të menu që unë e du vish për para? Ti vetë ma ke mësu që të lojt jetës. Më ki ble tesha, më ki ble parfuma, më ki ble qonta. Edhe ta që ka të më qitë keq mua? Nuk po du me të bëmu një e keqe, po që kjo nuk është jetë. Nuk është. Po ti e burri martum, ti vetë ke vendosë mi bo 2 jetë. Unë e jo më lodhë, të dy pak së qarim, drejtësi, vëmendje. Veç që më ka du me dit, a më dënë, a nuk më dënë. Nuk është puna që po du me të bëmu një keq, po... Sti... Unë veç këm desh më një e veçantë. E jo më një si e më shef, e mos më dojt as një kafe në qytet me pi me ty. Veç që më ka du me dit, a ka diçka qëto. Nuk u kanë qëllimi jem as njerë me të bëti mu një keq. Nuk është taj qëllimi jem. Unë veç këm desh me një e veçantë, e jo si e më shef. A din që është më të prit në terë, në korridor, veç më pa me ty. Me të thirë edhe mos më qelë. Me të shkru, jetë të mungu edhe më alon sinë. Jem kanë shpera. O kanë shpe dhe Valbonia, o kanë shpe dhe djali që të kime këshirë film bashkë me ta. Qysh po të në më lajmërun me ty? E qka i ka du me bo tash? Kur gjo, veç po du më nalë me menu edhe me pase që du me bo. Ti nuk i Ardiani që unë e kum njoft. Ti e të umunu vish mi knohesh njerës, e vetën e ki harru krejt. Era, ti m'ke njoft me një kohë kur nuk jem kanë qështu.
Së kanë asë që kjo situatë që shtë gjithë shka o kanë ndryshe. Nuk është më njëjtë. Kur gjësë është më njëjtë. Apo thu që si hupa, na jem hup vetëse. Valbona, Valbona. po shko, se ajo të pret, e unë veç deshta me ditë ku jena. Po e kuptova ku jem, unë e ti. Tim ki desh shumë. E tash nuk ka as durot, as kur gjo që e këthen mos mirë firjen, mes neve dyve. E nëse ti më dënë, e do më konë hala me mu, fal një herë me vetën, e do një hajde fal me mu. Po ullë. S'pullë veç. S'po di ako kuptim kur po flason apo veç për sy e foqe për mëllaj. Hajde bregend, kallëzës qa po thash. Gjithë shka ka ndodhë. Fokat nuk janë me ku. Konturët ka nisë mua në ku. Disa tjerë po lypin referenca me ikë. Bonka ka nisë me kërsnu. Furnizust kredi ka nëllë përësitë të tona. Mra mas një malë nuk orda s'ko gjanë. Mo bre, a qka shkeq ko ka gjendja? Po ma kesh më nuk o ku shkën. 100 herë të kom thonë. Po kur së më kënë dëgju. Pse nuk me kallëzu ma herët o gent? Po sa e kom funën tis ma ke vënu menen. Si po vjen e era ti po ligësh më burë. Ej, mos ma përmen jetën private kur jem të folë për punë. Më shaj vija soj punë. Nëse që e privatja po ta shkatrojnë punën, nuk mundet me met jashtë bisedës, po du si vlo. Jetu e lon vetën, e na bashkë me ty mas teje. Ja, një shka po më propozën me bo. Pare s'kem. E di, por e nuk është gjithçka. Besimi është ajo që vlen. Guardian, po humbi besimin shumë. Kontorët po na shohin si mashtrus. Ti këtë emër e ke ndërtu me mund. A ke ndërmen me lënë më fundosa? Jo. Nuk banë më dërzu. Apo thu me morë drejtim kjo puna? Po du me shu kompanin për para, nuk jam ka du mu fundos, gent. Nuk dorëzohem. Vesh nëse ti dorëzohesh. Unë nuk po du as po matë modhe, as pozit. Unë po du vesh me ndëgju ato çka unë e tham. U bo, gent. Tash e du t'i vendimet i marrën bashkë. A ban? Okej, unë e pjethire profën e zust, na bin materialin, e ti u konë mirë me taku punëtort. Sa ata ty po presin me të bo. Me ditë që ata ko shpres kjo firmë, kjo kompani. A mo vepra, me fjallë mu nuk përzjedh ata si sen. Ika une. Hajde ka lëpsh mirë.
E faleminderit që më prite. U lodha të të prit. Gjithë njëjtat fjalë. Falë për vonesë. Shëndetje, një që kam e që Një espresso në gjysë. Faleminderit. Buf mirë. S'është hera parë që po vonohesh. U lodha të të prit veç fjalë. E di, po... Kom pas dhe punë të rana në zyre. Ka plas diçka atje në biznes edhe... Dash më vonu. Ka plas në zyra në jetën tënde. Edhe veç një pyetje e kam, a jam halon renditës për ty? Mos e kthem dramë dhe tash. Kom pas problemet mija dhe biznesin e kom la mas dore. Mas ne ju dash me këshyr me pa qa u bon. E unë qka jam? Pushim? Kur të lodhësh martohen? Ardian, kur kemi fillu, më ke thonë që s'kemi mlon kur mas dorës. Tash, kaloj një javë as një mesazh. Mos më kesh kupta. Mu më kujtohesh çdo ditë, po mu kanë pështjell diçka krejt senet. Nuk po muj me bo bara speshën si ma herët me i majt krejt senet në vi. Problem është. Unë nuk jam si punëtoret e tua, Ardian. Unë jam kjo femër që t'ka dasht pa kushte. Nuk jam si ato që të shkruajnë na për zyre. Ti meriton ma shumë, po... Nuk po muj me gjet as kohën, as energjin me u përkushtu që më përkushtu ma herët. I vetmi problem është që ky. Unë nuk po të lypi premtimet mdaja. Po lypi me më shumë pushim, jashtë vendet, edhe kam nevojë për me ndihmu në shopping. Kam nevojë për veten tëm, Ardian. Tash jam shumë i ngujum financiarisht. Nuk po muj as obligimet e mia mi kry qysh duhet. As punëtor në zyre nuk i kum pagu, as në kompani. Për çata edhe ke problemi, për çata kem të fol me Gentin. Ani pse i me mu? Nëse nuk mundesh me më dhënë kohë, kujdes. A nasha veç për krenarin tënde je me mu? Jam me ty se të du. Unë po të shoh, po du me të besu, ama edhe nëse edhe një herë që ky premtim kalon si premtime tjera, menoj ju mirë amdon. Ti veç ki edhe pak durim. Ka me të këthy krejt që ka të kom premtu. Edhe gjithë shka që shukon ma herët. Besam. Nuk jam të t'lyp mrekulli, po du mu ndje që jam dikush për ty, jo një sekret që vjen ti të unë kur je i mërziton. Ja bojmë diqysh edhe e gjajmë kohën javën tjetër. Edhe për shopping ja bojmë diqysh. Veç mos u gut. Mos u gut. Me në. Je i vetmi njeri që më banë më një mirë edhe që më banë më një rahat kur jam. Du ma shumë se që me nën ti. Keme... Era, Shqirë. A i mirë. Qa mirë. qa bune? E qam punë. Te? Mirë. A i sen? Apo dojnë me pi diçka? Si jam edhe për kafe, heq. Okej. Për këto mësa që i. Ai qa buna mirë që erdha, fort kë këna mërzit. Vish këtu e një vetën si në shpitame. Mos tani në zemër, sartë ki qef, ti edin që e djerën e ki qelë. Vesh mos harron a i lajmë mirë më. Faleminderit shumë, po lajme sa dush.
Ardiani apet ja ka njës të më këshyrë si më konë fati jetës tina. Edhe në zyra ma bën, hajtë rrë dhe pak, a mundesh me nejtë dhe pak mas orarit? Rrë dhe pak mas orarit të më kohën o zët. Po ku me ditaj që ti je pjesë e planit tonë, e unë jam pjesa tjetër. Era, desha me vetë që po shkojnë punë në firmë? Vëllaj në firmë kriz, borxhet, furnizus nuk po i pagun, po hala nuk e ka mend në aty, nuk po i hup mend. Edhe po mdoku që ti e të e majtë mirë se si po ka stres po nga të ti. As ti nuk je keq. Faktikisht ti pe ngushëllet në zyre, mu më ka jashtë punës. Kretë situata po kthehet te na. Po ti po ki ma shumë përfitim. Shoppinge, darka, shëtitje, unë veç stres, zyre, dokumenta. Okej, Samër, e ndajmë lojën. Ti e lodh, unë e qetësoj. Kështu që kur ai ka presion, vjen te unë. Edhe prap situata sillet te na dyja. E mirë, vish ki kujdes, se me bo me mor vesh e na dyja jena shoqe, na djek të dyjave. Po nuk ka që marrë vesh se na të dyjat jemi të kujdesshme. E qa po do me bo konkret? Gëzuar. Gëzuar. Plani është kështu. Unë po du me dalë jashtë vendit, me pretekst që ju më lodh, po du me reflektu. Ndërkohë ti mundesh me lodh, edhe rritja presionin në zyre, me këtë rast e bën që ajo është të humbë edhe ty, e menon në këtë sen. Po, se s'ka qysh, na jena të kujdesshme. Ai kur vjen puna te emocionet, s'po e sheh që i ka dy femra në dorë, edhe është tu i humbë. Pra mendo mu ma ban je çdo sen për mu. Edhe mu njejt, nuk më me jetu pa ty, je gjithçka për mu, kjo zyre s'ka kuptim pa ty. Kështu që na të dyat jemi plani perfekt. Gjithë. Ardiani vani e prapë në zyrë, po bëhet zakon kjo. Nuk po të shaj, as nuk po të gjykoj, këtë që po du me ditë është a e lodhë, pak e anër. Djali fjetin salon të prit ty, të duam.
Shëndetje.